Ne me konë sa ma shumë fidona në qeverit Albin Kurtit. E vërtet është, e vërtet është. Për përcjellim lojta sa po mujnë sa po kemi kohë, po mendoj që ndoshta është njëri prej kampionate botërore që përveç që do të shkruhet historia me atë që e fiton këtë kampionat, po mendoj që do të shkruhet historia edhe për ndryshimin edhe e futbollit në përgjithësi global, pasi që po shohim që kemi një ndryshim, nuk po luajnë më ata emrat e mëdhej, po kemi një ekuilibër të futbollistëve të cilët nëpër shumë kombëtare, ndoshta kjo edhe pasojë kushtimisht me punës cilat bëhet nëpër shtete. E dim në vitin 2000, ndoshta profa dhe trajneri e din më mirë, kur Gjermania ka dështuar kampionatin evropian e Euro 2000, masane federata i ka obliguar gjitha klubet që të punojnë me akademi dhe të zhvillohen dhe të punojnë me gjenerata të reja. E kemi edhe Francën që ka sistem të njëjtë punës me gjenerata e akademi të reja, po mendoj që përveç këtyre në Evropë, peshojmë edhe jashtë Evropë shtete kombëtare që po paraqiten, që është Meksika. Me vetë Amerika. Vetë Amerika që asnjëri prej neve besoj që kemi prit këtë rezultat tyre. Po mendoj që nuk janë ata emrat e mëdhej të cilët bëjnë diferencën në futbollin, pasi që e kemi këtë ekuilibrin e profesionalizmit në botën e futbollit. Çfarë të ka bërë më shumë përshtypje të organizimi i këtij botërore? Ndoshta tash niveli tjetër në vende jo evropiane që është organizuar në 3 shtete të ndryshme, sidomos ndoshta Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po mendoj që